Dhe të mëdha, duke parë detin që ishte I trazuar u trënë dhe filloi të shyte. I tha Zotit, Zot të shpëton. E Zoti zbriti dorën dhe shpëtoi duke thënë, pse patë dyshim, thot, bes pak. Të nxënësit të gjithë manitur e adhuruan atë si Zot. Kjo ishte historia e Ungjillit. Dhe siç kemi thënë gjithmonë që historia e Ungjillit nuk është vetëm për pjesën kur jeton te Zoti dhe u flis atyre njerëzve. Fjalët e Zotit do t'i mbaj mend gjithmonë në mendje janë transhistorike, që do thotë ka përcjell historinë. Ne flasim gjithë njerëzve, gjithë popujve, edhe në situata të ndryshme, në gjendje të ndryshme shpirtërore ne kuptojmë ndryshe Ungjillin. Prandaj ne duhet ta lexojmë vazhdimisht. Shën Serafini Saroni e lexonte Ungjillin çdo javë dhe realizonte përsëri, sepse zbulonte gjëra të ndryshme. Ne kemi nevojë për të ushqim. Pa ushqimin shpirtëror, jeta e njeriu deformohet. Siç për fatin e keq është deformuar në kohë që jetojmë. Ja shikoni si mi bërë për së gjithë. Njerëzit janë të tronditur, me stres, me ankth, nuk janë të qetë ata që s'kanë, s'janë qetë ata që kanë, nuk janë qetë ata që janë smur, nuk janë qetë ata që janë shëndosh. Të gjithë ankohen sepse ju mungon diçka e thellë nga brenda. Dhe kjo është pikërisht prania e Zotit në jetën tonë. E që ta kemi këtë praninë dhe të ushqemi me ushqim shpirtëror. Dhe ushqimi më solid shpirtëror është pikërisht Ungjilli. Nuk ka fjalë të tjera si Ungjilli. Çfarëdo lloj libri tjetër të lexoni, e çfarëdo gjë që të dëgjoni ndoshta mund të jetë bukur të mira, por nuk ka asnjë libër që të ketë fuqinë dhe të ketë freskinë që ka Ungjilli. As nuk ka pasur dhe as nuk do ketë ndonjëherë një libër të tillë. Prandaj dëshirëtorët e ndjenin gëzimin e madh dhe I shijonin këto fjalë. Dhe të mundohemi të shijojmë këtë fjalë, sepse atëherë do kuptojmë që të vetmet fjalë jete janë këto. Kujtoni dialogun ndërmjet Zotit dhe Pjetrit. Pasi Zoti ju tregoi nxënësve një mësim që atyre ju duke vështirë, disa u larguan. E Zoti I tha edhe këtë tipë të ngushtë, nëse doni të largoni dhe ju largoni. E Pjetri u përgjigjë I tha, ku të shkojmë tha? Ti ke fjalë jete. E pikërisht këtë fjalë jete ne lexojmë çdo meshin. E ndalemi dhe meditojmë rreth këtyre fjalëve të jetës. Padyshim, Ungjilli është një burim I pashtershëm. E mund të ndalesh në mira e gjëra. Unë do doja të ndaleshim sot në Ungjillin në dy gjëra shumë të rëndësishme. E para, kur Zoti u tëroi të madh e ndehli pothuajse tërë natën duke u lutur. Duke komentuar të pjesë Shënia Ndojartë I shkruan e thotë, Zoti u tëroi të madh thotë për të lutur, për ta dhënë neve një shembull që duhet të lutemi vazhdimisht. Edhe lutja duhet bëhet pjesë E jetës tonë, sepse sot ne jetojmë në një kohë ku njerëzit nuk lutën. Pa lutje është shumë vështirë që të kemi një jetë shpirtërore. Sepse lutja nuk është vetëm thjesht thuash disa fjalë me buzë. Lutja është një gjendje shpirtërore, një gjendje, një dialog me Zotin në çfarëdo lloj situate që ne mund të ndodhemi. Pa këtë dialog me Zotin, ne nuk mund të kemi një drejtim shpirtëror. Vetëm lutja mund ta transformojë njeriu. Dhe lutja ka fuqi të vazhdueshme. Madje edhe kisha çu është quajtur, shtëpi lutje, liturgjia është një lutje, çdo shërbes që bëjmë është një lutje që do thotë një dialog me Zotin. E të mundohemi ta kultivojmë këtë gjë për veten tonë edhe për njerëzit që janë rrotull. Sepse në botë gjithmonë do kemi probleme. E gjithmonë do kemi gjëra të ndryshme, shkaktuara nga ne, nga të afërmit tanë, ose nga njerëz që as nuk I njohim. Lutja është ajo gjë që jep njeriu të krahë. Ajo jep shpirtit njeriu një lloj rinimi dhe freskon. Pa lutje shpirti plaket, fahet dhe deformohet, siç për fatin tonë keq e shohim shpeshherë. Lutja është ajo që gjeneron vazhdimisht shpirtin e njeriu dhe jep atij dimensionin e plotë. Dhe lutja ka fuqi. Shënilia u lut dhe qielli u mbyll. Shëntorët të ndryshëm atë lutjes kanë për shumë gjëra. E ne do të lutemi jo vetëm për veten tonë, por do të lutemi edhe për të afërmit tonë. Dhe një lutje e gjatë dhe me devocion gjithmonë jep rezultat. Tregohet një histori, ishin dy gra dhe kishin bashkë të cilët nuk vinin në kish. Siç ndodh shpeshherë edhe sot edhe në çdo kohë. Dhe ata vendosën të dyja që të luteshin vazhdimisht një orë në ditë, që bashkëshortët e tyre të ktheheshin e të bënin një jetë fetare. Dhe u lutën kështu për 7 vjet, një orë në ditë. Dhe megjithatë nuk ndodhi gjë. Pas 7 vjetësh I thanë njëra tjetrës, do shtojmë edhe një orë tjetër, do lutemi nga 2 orë në ditë. Dhe u lutën kështu për 3 vjet të tjera nga 2 orë në ditë. Dhe mbas u mbushën 3 vjet të tjera, një mëngjes I shoqi e zgjonte dhe fillon dhe I flet për nevojën që kishte për të shkuar në kishë dhe për gabimet që kishte bërë ai gjatë gjithë jetës.
Dhe kjo në mëngjes e gëzuar për të lajm, mori vrapën për shkuar për të lajmëruar shoqën e saj. Në anën tjetër rrugës pa patjetër, duke vrapuar dhe ajo, dhe asaj ti kishte ndodhur po e njëjta gjë. E u mund ta merrni me mend gëzimin e marrëtyre të dyja. Por lutja e tyre jo vetëm që dëgjua, po solli dhe fruti, duke kthyer bashkëshortët e tyre në jetën e kishës. Nëse ne do kemi një lutje të fortë, padyshim që ne do ndikojmë jo vetëm tek jeta jonë, po do ndikojmë edhe tek jeta e familjeve tona, sepse edhe brenda familjeve tona ne mund kemi njerëz me probleme, të cilët kanë nevojë për lutje. Kisha nuk thotë i praktisin ata, kisha thotë i ndihmojmë ata dhe të lutemi për ta. Nuk ka njëri që të rrojë, thotë shkrimin e shenjtë dhe mos bëj gabime. Dhe gjithë ne kemi nevojë për pendim. E pendimi ka nevojë për lutje. Mundohuni ta kultivoni lutjen në shpirtin tuaj, sepse nuk mund kemi fruta shpirtërore pa lutje. Tregohet një histori në Izraelin e lashtë, në mësuesin e famshëm Hillel, i cili i mësonte vazhdimisht nxënësit e tij që të luteshin vazhdimisht. E ta kultivonin lutjen e ta praktikonin çdo ditë. Dhe një herë vuri re që një nga nxënësit e tij, Maimoni, kishte filluar të mos lutej. Madje jo vetëm mos lutej, por fillonte të thotë edhe njerëzve rrotull që ne s'kemi nevojë të lutemi. Zoti e di nevojat tona. Po doje i thotë ai jep të gjitha gjërat, por nuk doje nuk na jep. Dhe një herë kur vjen vizitoi mësuesin e tij, e shikon që ishte i ulur në mes të kopshtit dhe po rrinte në duar. Dhe afrohet Maimoni dhe thotë, mësuesi, thotë, çfarë ke dhe çfarë mendon? Po mendoj thotë për një thotë bujk, i cili ka një ferë. Dhe punonte në atë ferë dhe prodhonte shumë gjëra sa që kënaqej vetë, mbante shtëpinë, po të ndihmonte edhe njerëzit afër tij. Por thotë tash ne vendosi mos punojmë atë. Edhe thotë, pse punojmë? Zoti mund ta japë frutat edhe pa punuar. Dhe Maimoni thotë, mësues, po ky thotë bujk thotë që ka çmendur. Jo thotë nuk është i çmendur. Madje është shumë i ditur thotë. Një thotë si shkrimin në hynor, një dhe jetët e njerëzve. Patjetër thotë patën flitit i njeriu. Atë do të bëj thotë Maimoni. Ai njeri e ti thotë. Mos kujton thotë se lutja është për pak punë se punët e tjera. Dhe ti e ke lënë fushën e shpirtit thënë të pa punuar, duke menduar që Zoti do të japë gjithçka. Pa lutje nuk do kemi dot fruta i përgjigjit ai. E këto historira na tregojnë ne që ne kemi nevojë për të gjë. Nëse ne duhet kemi fruta shpirtërore, padyshim që duhet lutemi. E lutja do ketë fuqi. E do në nështëroj si neve, e ndoshta do ketë fuqi të ndërroj dhe njerëzit që janë rrotullesh. Njerëzit që luten janë njerëz të devotshëm. Dhe njerëzit që luten edhe nëse gabojnë përsëri vinë përsëri vete, sepse lutja i kujton ato për shumë fjalë të ndryshme. Familja që lutet është më e bashkuar. Provojeni këtë gjë. Mundoheni që të krijoni familje ku të luteni së bashku. Nëse të luteni së bashku bashkë me fëmijë, padyshim që familja do bëhet më e fortë. Lutja është ajo çelëndë që e bën familjen së bashku. E familja tonë është shpeshherë shkatruar sot, sepse mungon edhe lutja. Njerëzit nuk janë me njëri tjetrin. Njerëzit në brenda familjes po ndjejnë vetëm, sepse nëpërmjet lutjes ne mund të lidhemi me njëri tjetrin. E lutja është ajo përgatitja. Përgatitja e madhe që mund ta përgatisë ne që kur të vi stuhia, mos të mbytemi në detin e udhërimit, po të jemi dhe të rezistojmë. Dhe pika e dytë shumë e rëndësishme kjo gjendje është pikërisht kjo gjë. Në simbolin e kishës, gjithmonë deti i trazuar ka qenë simboli i botës arnike. Varka ka qenë simboli i kishës. Dhe njerëzit që ishin brenda atë ishin besimtarë. Gjatë gjithë historisë njerëzimit në këto pozicione do ndodhemi. O do ndodhemi në det, o do ndodhemi në varë, o do ndodhemi në stuhi. Madje edhe kur jemi në një liman të qetë dhe mendojmë që nuk do ndodhi as diçka, stuhia mund të fillojë pa pritur. Dhe nëse nuk jemi të përgatitur, ne nuk mund ta përballojmë dot stuhin. I përgatitur do thotë kjo gjë, që ne të besojmë që Zoti është pranë nesh. Ndosë Zoti ishte larg, kishte një imazh të lartë, përsëri ai nuk i la vetëm nxënësit. Kur filloi stuhia, erdhi pranë tyre. E njëjta gjë ndodhi me jetën tonë. Edhe kur nuk mendojmë që Zoti është larg jetës tonë, dhe larg shpirtit tonë, Zoti përsëri është afër dhe është gati për të ndihmuar. Shëna ndodhi madh pasi pati tundime të mëdha dhe pati ato sprovat e famshme. Në fund fare kur erdhi qetësia dhe shkaq Zoti i tha, Zot, ku ishte ti thot kur kisha gjithë ato tundime? E Zoti u përgjigja ndonë, isha pranë teje thot, dhe po të inkurajoja. Sepse Zoti gjithmonë është i pranishëm tek ne, por ne shpesh nuk kemi sy shpirtëror për ta parë. Dhe siç ndodhi me Pietrin. Pietri pati dëshirë, dhe Pietri ishte një impulsiv, me dashuri të jashtëzakonshme për Zotin. Dhe kur e pa Zotin duke ecur, i kërkoi dhe atij që të hecte.
Dhe heci në ujë. Hecësh në ujë të thotë, hecësh në të botë, mbi talazat e kësaj bote. Dhe për një moment u trembu patallë dhe filloi të zhytej. E kjo gjë na tregon dhe ne për një gjë, sa herë që na ndodh një problem, ne shpeshherë fokusohemi shumë më tepër te problemi se sa tek zgjidhja e tij. Për sa kohë Pietri kishte sy tek Zoti, po ecte mbi ujë. Për sa kohë i shkëputej sy, dhe po shikon të dallë dhe gjithçka tjetër u zhyt në atë gjë. E njëjta gjë ndodh edhe me ne. Nëse dikush shpif kundër nesh, ne vëmendjen tonë i përqendrojmë tek shpifsi, ose tek problemi që na dal shpifja, dhe nuk e përqendrojmë tek Zoti. Nëse jemi smur, e kemi në hapin vetëm tek smundja dhe tek ndihma që mund të japi Zoti. Nëse në ndodhin probleme, fokusohemi vetëm tek problemin dhe tek zgjidhja e tij. Dhe kështu që ndodh që jo vetëm që nuk e zgjidhim, por ne mbytemi në të detin e problemeve. Nëse do fokusohemi tek Zoti në sytë e tij, do ka përsëri çdo lloj gjëje që mund të ndodhë. Dhe ne kemi nevojë për këtë gjë. Studiet janë shumë, si në jetën personale, familjare, shoqërore, ndoshta edhe kombëtare. Pa besimin te Zoti është shumë vështirë që të ecim këtë det. Përse i lutemi një lindës dhe i themi, mos ta lejoj që të mbytemi në detin e hidhërimit, sepse hidhërimi mund ta mbysë njeriu. Vetmia e mbyt njeriu, jeta e kohë përsëri e mbyt njeriu. Ne duhet të fokusohemi në një jetë shpirtërore me sy drejt Zotit. Duke pasur sy drejt Zotit, ne do kemi fuqinë për të përballuar diçka, sepse betejë nuk fillon kur fillon sulmi, po ka filluar shumë kohë më parë. Nëse ne kemi përgatitur shpirtërisht, nuk do kemi forcën për të përballuar studimin. Ashtu si Alia. Alia nëse nuk është ndërtuar e me gjithë gjërat e tjera, por që studia mund të mbytet. Dhe betejë e Alias nuk ka filluar në atë çast, por ka filluar gjë në momentin ku ndërtohet ajo gjë. Por shikoni ju një sportist, i cili për disa sekonda bën një vrap, ose për disa sekonda ngri një peshë 100 kg, nuk e ka filluar në atë kohë. Mbas atyre sekondave qëndrojnë vite e vite stërvitje. Lutja është stërvitja më e madhe shpirtërore. Pa lutjen është shumë vështirë për ne të rezistojmë tundimeve të ndryshme në botë. Tregohet për Origjenin, një nga etrit e kishës, ndoshta nga më të mëdhenj, dhe një nga shkrimtarët të krishterë që ka shkruar më shumë se çdo një tjetër. Në gjithë fushën. Sipas traditës, në një moment ai e tradhoi Krishtin. U arrestua dhe nga frika e mohoi. Dhe më vonë sipas traditës vdisi martir. Por ka shkruar për diçka për mohimin e parë. E thotë, gjatë gjithë jetës time, thotë, që ku mbajja më, bëj një lutje në mëngjesit dhe lutje në mbrëmjes. Një ditë thotë në jetën time nuk e bëra lutjen e mëngjesit. Dhe ishte e ditë thotë që më arrestuan dhe u tregova i dobët dhe mohova Zotin. E kjo histori na vjen deri tek ne tek Krishti për ta treguar që nëse ne nuk lutemi, nuk do kemi fuqi shpirtërore. A nëse ne do lutemi, do kemi fuqi për përballuar problemet tona e për ndihmuar gjithë njerëzit ndoshta që janë rrotull nesh. Amin.